Njeriu që për rreth 13 vjet udhëhoqi mbi 28 milion njerëz, sot është krejtësisht i pafuqishëm. Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, u transferua në këtë mënyrë në New York përpara një paraqitjeje në gjykatën e këtij vendi. Ai dhe bashkëshortja e tij u kapën në kompleksin e tyre në Caracas të shtunën dhe u dërguan me aeroplan në SBA si pjesë e një operacioni dramatik të forcave speciale amerikane. Maduro do të paraqitet në gjykatë për t'u përballur me akuzat për drogë. Irani, njëri nga aleatët e diktatorit të rrëzuar, i ka bërë thirrje SBA-s që ta lirojë Venezuelasin. Presidenti i një shteti dhe bashkëshortja e tij janë rrëmbyer. Kjo nuk është arsye për t'u krenuar. Ky është një veprim krejtësisht i paligjshëm. Zëdhënësja e qeverisë franceze tregoi se si shefi i saj Emmanuel Macron e sheh ndërhyrjen e SBA-s në Venezuelë. Së pari ne mbrojmë të drejtën ndërkombëtare dhe lirinë e njerëzve. Metoda e përdorur nuk është mbështetur dhe as miratohet. Këtu janë fjalët e presidentit të Republikës. Së dyti, presidenti Maduro është diktator dhe largimi i tij është lajm i mirë për venezuelasit. Avokatët e Maduros pritet të kundërshtojnë ligjshmërinë e arrestimit të tij, duke argumentuar se ai është imun ndaj ndjekjes penale si një kryetar sovran shteti.